Për ju data 24 shtator është një ditë e zakonshme, por të njëjtën gjë nuk mund ta themi edhe për Vesa Lumën. Kamera prives ju sjell atë që ju nuk mund ta shihni dikun tjetër. Dita e hënë për Vesa Lumën dhe Big Bastën ka një domethënie të veçantë. Në vazhdim i shohim disa sekuenca të fshehta nga një ditë e lumtur për këtë çift. E kishte menduar ndokush që ka shpejt kjo do të ndodhte? Po këta të dy nuk deshen të humbasin më kohë. Ishin së bashku me më shumë se 5 muaj. Vesa Luma dhe Big Basta tashmë zyrtarisht janë fejuar. Ky lajm vjen ekskluzivisht në prive dhe është i sigurt. Ne kemi kuptuar se diçka po zihemi këta të dy dhe kemi përcjellur për disa ditë me radhë lëvizjet e çiftit më të ri. Të hënën e 24 shtatorit, Vesa kishte vendosur ta legalizojë lidhjen me reperin Big Basta, edhe mes familjeve. Po atë ditë kamera jon kapi Vesën teksa dilte nga shtëpia dhe nisej për diku. Kjo rrugë e saj na çoi tek pompa më afër që të furnizojë me karburant. E vetmuar në vetur, u drejtua tek pallati i rinis ku takua me Bigun. Siç duket gjërat kanë ndryshuar. Vesa në këtë rast është ajo që e merr të fejuarin dhe drejton për tek eventi i fejesës. Të mbledhurin e ceremoni shumë diskrete në një restoran në periferitë të qytetit, ku të pranishëm ishin vetëm rreth i ngushtë familjar, nëna dhe motrat e Vesës, si dhe familja e Bastës. Ata diku pas orës 15 i dhanë fund beqarisë në një drekë private. Personeli ishte informuar për këtë event, andaj bën të pamundure që mediat mos ta kuptonin, po ja që ndonjëherë edhe muret kanë vesh. Thuhet se në ceremoni ishte një atmosfere këndshme dhe se Basta ishte të jetë i kënaqur me aprovimin e të dyja palëve nga ana familjare. Unazat nuk u pa në gishtat e tyre, por që zemrat tashmë i kanë bërë një. Vesa në të ardhmen e afërt shumicën e kohës do ta kalojnë në Tiranë. Jo që nuk e ka kaluar edhe këto vitet e fundit atje. Shumë urime qitit simpatik të estradës dhe ju themi shihemi në darsëm.